Rozana e pa drejt në sy dhe me një buzëqeshje të lehtë, por plot kureshtje, e pyeti: "Çfarë të emocionon më shumë në këtë jetë?" Ishte një pyetje e thjeshtë në dukje, por që mbante brenda një thellësi të madhe. Rogerti heshti për një moment. Syt ju larguan sikur kërkonin diçka në horizont, sikur donin të kapnin një mendim që nuk shprehej lehtë me fjalë. Pastaj, me një zë të qetë, por të mbushur me ndjenjë, ai tha: "Vetëm e ardhmja e djalit tem." Këto fjalë nuk ishin thjesht një përgjigje. Ishin një botë e tërë brenda tyre. Ishin net pa gjumë, sakrifica të heshtura, ëndra të lëna për gjysmë dhe shpresa të mëdha të ndërtuara mbi një jetë tjetër. Në ato pak fjalë fshihej dashuria më e pastër që mund të ekzistojë, ajo e një prindi për fëmijën e tij. Për Rogertin, jeta nuk matej me sukseset personale apo me arritjet materiale. Nuk ishte as lavdia, as fama, as rehatia ajo që i ndiste zemrën. Ishte mendimi se një ditë djali i tij do të rritet, do të bëhet dikush i fortë, i ndershëm dhe i lumtur. Ishte ideja se çdo sakrificë që ai bën sot do të kthehet në një buzëqeshje të djalit nesër. Ai ndoshta nuk e thot shpesh, por çdo hap që hedh, çdo vendim që merr, çdo vështirësi që përballon, ka një qëllim të vetëm, të ndërtojë një të ardhme më të mirë për të birin. Dhe kjo e ardhme nuk është vetëm për shkollë të mirë apo kushte më të mira jetese. Është për vlera, për karakter, për një jetë me dinjitet. Rozana e dëgjoi me vëmendje dhe e kuptoi se kishte marrë një përgjigje që nuk mund të krahasohej me asgjë tjetër. Sepse kur një njeri vendos dikë tjetër mbi veten, kur jeton për lumturinë e një fëmije, ai ka arritur një formë të lartë të dashurisë dhe kuptimit të jetës. Në fund, ajo buzëqeshi lehtë, sikur të kishte kuptuar diçka shumë të madhe, se emocionet më të forta në jetë nuk vijnë nga ajo që marrim, por nga ajo që japim. Dhe për Rogertin, gjithçka që ai jep, çdo ditë, çdo moment, ka një emër të vetëm, djali i tij dhe e ardhmja e tij.